Jo me kokë në zonë dhe të përstani vjen goditje dhe gol! Përstani vjen goli! Punë që është po kemi gjetur një gol. E kemi kërkuar në tilla mënyra, por e meritori në fund. Shqipëria bën historinë të mposhtë Bielorusinë 1-0 në ndeshjet më të rëndësishme të sezonit. Hamdi Sali, njëri i ndeshjes së vendos dhe një herë fat të kombëtarës, duke dhënë për herë të parë vendin e dytë në kualifikuesit e Euro 2012. Josip Kushet, profesor, se u shfaq në një version të rrallë me një lojë spektakolare dhe tërësisht ofensive. Për 90 minuta në një qemarrstaf elektrizues, Sali, Bogdani & Company e kthyen portën e Amilenkos në shenjese të palëvizshme. Hakmerret në këtë mënyrë Shqipëria për të humbje të ftohtë të pësuar në Minsk. Të besuarit të Kushet nisin sfidën me synimin e vetën fitoren, ku brenda 3 minutash ushtrojnë person asfiksues në portën e Bielorusisë. Në minutën e 5, Lori Cani shkon shumë pranë golit të shumë kërkuar, teksa përfiton nga një top i flirtuar në qendër, por goditja e Canës nuk ka forcë në durë për të bërë keq. Ervin Bulku bën me zemër tifozat kuqëzimit të djathtë drejtëruese nga distanca, ku portieri Milenko i thotë jo me sfushoret ai duke të spidit, duke kushtuar në goditë këndi. Ervin Bulku të vetëm fati dhe reflekset e portierit të Bielorus i hoqi mundësinë për të shuar golin e dytë me fanelën kuqezi. Për të kuptuar rëndësinë e skillës në fushën e lojës mjafton të shohësh këtë asist të serviruar për Hamdi Saliin, i cili nis në pozicion të rregullt për gabon në momentin final, duke dërguar topin në rrjet me dorë. Nuk ka fesë për bomber një shkodran, por vetëm karton të verdh. Ervin Skele kërkon të surprizojë portierin Emilenko me një të djathtë nga distanca, por fiton vetëm një goditë këndi. Nuk është të thënë që stadiumi kombëtar të shijonte perën e Canës, pasi djatha e Lorikut përfundon në travers. Lojtari Galatasarayit imiton Zhuninjon poshtë portierin Emilenko, por jo fatin dhe traversën. Për 45 minuta sfida Shqipëri-Bielorusi luhet praktikisht me një port, ku kuqezimit janë në garë me njëri tjetrin dhe me kohën. Pas në fushën e tyre janë zotë të gjithçkaje. Dy shesurmit e rënë Bogdani Hamdi Sali lidhen mirë ndërmjet tyre, por në goditën finale, Sali nuk tregohet i saktë teksa me të majtën dërgon topin pranë shtyllës pingule. Pjesa e dytë nis me të njëjtën protagonist në të njëjtën mënyrë. Ancia golli jep një krosë për efekt në zonë për Salin që godet saktë me kokë, por portieri Emilenko bën mrekullin dhe kushton në goditë këndi. Një top i cili të vetmin destinacion e kishte rrjetën. Kuqezimit nuk ulin ritmin e lojës dhe sulmën në blok dhe e kthejnë portën e Bielorusisë në një tabelë qitje. Ancia golli karikon tomatin e tij, por portieri Emilenko tregon reflekse të pastra dhe largon rrezikun me këmbë. Kombëtarja shqiptare për herë të parë shfaq në një version të rrallë, duke shpërdoruar pa limite. Vojtjet e kuqezimeve marrin fund në minutën e 62. Hamdi Sali merr dhuratën e merituar dhe tregon aftësitë e tij të rralla si golador, duke përfituar në maksimum nga një hezitim i mbrojtjes së bieloruse dhe me të djathtën bën një këmbë të torë të ndorrojë. Sulmuesëm në formë kombëtare se luaj me instinkte dhe i dhuron skuadrës së tij golin e avantazhit. Duhet të kalonin 71 minuta lojë që bielorusët do tregonin se dhe Ujkani ekziston në fushën e lojës, i cili në momentin e vetëm tregohet të pozicional dhe kontrollon në dy kohë, duke mbajtur 3 pikët në lojë. Është të pabesueshme se çfarë prodhon ndjem të Kushes në fushën e lojës. Luaj me një takim duke çarë mbrojtjen e Bielorusisë, por vetëm shtylla pinguli mohon Hamdi Saliit e golin e dytë personal. Kuqezimit vjen në një version alla Barcelona dhe lën të manitur të gjithë tifozët e pranishëm. Sulmuesi Rapidi të Vienës se fiton çdo duel me mbrojtësit e Bielorus, por jo me ansorin, i cili anullon me të drejtë golin e dytë personal. Hamdi Sali por jo vetëm nuk i besojnë syve teksa me portën e boshatisur, nuk arrin të dërgojë topin në rrjet dhe të vulosi fatet tek kësaj sfide të rrallë për futbollin shqiptar. Por çudi golet e Salit në këtë ndeshje janë vetëm një, por mjaftueshëm që kuqezimit të marrin 3 pikat dhe të jenë në garë për një bilet për në Poloni dhe Ukrainë. Në futboll çdo gjë është e mundur dhe për më tepër që të ndorrosh nuk kushton asgjë. Një ëndër me një lojë të tillë mund të bëhet e realizueshme. Tashmë për të synuar ëndrën e madhe, është në kotën e 8 pikëve, ëndrën e dytë. Ëndra vazhdon dhe jemi në pritje të sfidës së ardhshme që do të mund ta luajmë kundërshtar mjaft çdo kuqezi duke i gëzuar në maksimum dy rezultate. Kësaj paraqitje është një moment vërtet kënaqësie.